Enzo Maresca nuk ka marrë akoma drejtimin e Manchester City, por ka filluar të mendoj për merkaton. Raportohet se ka pasur bisedime mes tij dhe Enzo Fernandez për një kalim në Etihad. Argentina si është objektivi kryesor i italianit, por dhe vetë lojtari është i hapur për këtë transferim pasi dëshiron të luajë në Champions League. Por Enzo Fernandez nuk është i vetmi lojtar që Maresca dëshiron të marrë nga Chelsea. Trajneri italian po kërkonte një ribashkim me Kukureja. Spanjolli admirohet jashtëzakonisht shumë nga Maresca dhe City e ka përfshirë atë direkt në planet e reja të epokës së re të Mareskës. Ndërsa City planifikon të ardhmë me Real Madrid pëlqen Rodrin. Madrilenët e pëlqejnë shumë fituesin e topit të ardh, por nuk kanë ndërmend të shpenzojnë shumë për të. Raportohet se Real Madrid është gati të shpenzojë vetëm 42 milion euro. Një çmim shumë i ulët që vështirë se do pranohet nga City, por mbetet për tu parë dëshira e lojtarit. Kjo nuk është e vetmja lëvizje që Real Madrid dëshiron të bëjë nga Premier League. Me ardhjen e Jose Mourinho në pankinë, madrilenët po konsiderojnë dhe blerjen e Dalot. Portugezi shihet si zëvendësuesi ideal i Dani Carvajal, i cili do largohet këtë verë. Edhe pse Reali e pëlqen, Manchester United nuk ka ndërmend ta shesi. Ndërkohë, djajt e kuq janë edhur në sulm në merkato dhe janë gati të përforcojnë mes fushën e tyre. Si shtante ditën e dieshme, United ka nisur bisedime me Edersonin e Atalantas. Raportohet se ditën e sotme United dhe Atalanta kanë arritur një marrëveshje verbale për transferimin e lojtarit. Mesfushori 26 vjeçari ka thënë po kalimit të United dhe pritet që në ditët në vijim të vijë zyrtarizimi. Nga ana tjetër, Chelsea është i shqetësuar për të ardhmen e mbrojtësit Levi Colwill. Kjo pasi për shërbimet e mbrojtësit anglez janë edhur në sulm Barcelona dhe Real Madrid. Levi shihet si një nga qendërmbrojtësit më me potencial në Europë. Ndryshimet e mëdha po ndodhin dhe në Itali, ku Inter po punon për blerjen e dy mesfushorëve, Manu Kone dhe Curtis Jones. Të dy këta lojtarë janë zgjedhur që të zëvendësojnë Mkhitaryan dhe Fratezi në projektin e ri të klubit. Dhe për ta mbyllur, bëhuni gati për dy bomba në merkato. Së pari Milan dhe Roma po bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që të rikthejnë Mohamed Salah në Serie A. Dy klubet italiane kanë shfaqur ditët e fundit interes për egjiptianin dhe po rivalizojnë klubet nga Arabia Saudite, të cilat po ofrojnë shumë të mëdha parash. Pas largimit nga Etihad, rikthimi në Serie A duket i mundur dhe bomba e dytë Liverpool shfaqi interes në fillim për Michael Olise, por ky transferim u pa tepër i vështirë dhe thuajse i pamundur. Tani The Reds ka hedhur syt nga dy ansorët, Barcola i PSG dhe Diomande i Leipzig. Ky ishte edhe video për ditën e sotme, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.